Vetëm 15 kilometra larg qytetit të Pogradecit, fshati Peshkëpi po përjeton vitet më të vështira të ekzistencës së tij, dikur me rreth 800 banor. Sot në këtë fshat në rrez të malit të thatë, jetojnë vetëm 40 banor. Shumica janë larguar drejt emigracionit, ndërsa të tjerë janë vendosur në zonat urbane të vendit. Mungesa e një rruge të aksesueshme ka lënë fshatin në mëshirë të fatit, duke ndikuar drejt për drejt në braktisjen e tij. Fshati ka patur 700 banor më parë, po tani ta që kanë betur këtu 38-40 veta. Rruga shumë e keqe, se këtu po të ketë rrugë, të në qërekore mbanë, nuk ka që keqë. Po të vetë rruga edhe shpresar, se ata vini punojnë të gjithë toka, gjithë prodhimet, nuk vetë asin pëllembe. Një fshat që natyra e ka bekuar me kushte të favorshme për bujqësinë dhe blegtorin, sot po përballet me mungesën e elementit më të rëndësishëm, njerëzve. Edhe pse shkolla është rikonstruktuar dhe është pajisur me panele diellore, ajo pothuajse ka mbetur pa nxënës. Banorët e pakt që jetojnë ende në Peshkëpi shprehen se mësuesit e kanë të vështirë të vinë për shkak të gjendjes së rrugës. Inë të premteve dhe ikin të djela. Ikin Pogradec dhe nëse Pogradec me qira për në shkollë, se s'ka shkollë. Se është rruga e keqe zvini mësuesat. Ne kemi shpresë pa me kur do ta bëj. Fshati ka gjithashtu një infermier, por sipas banorëve shërbimi shëndetësor nuk ofrohet rregullisht për shkak të vështirësive të lëvizjes. Të punë jo, rrugë jo, shëndetësi jo, të kotrije. Kot. Ka një kodis, e shkollës. Pogradec sipas Tiranë, Pogradec, emigracion ka shumë. Për banorët e mbetur, shpresat që Peshkëpia të rimarrë gjallërinë e dikurshme janë gjithnjë më të pakta. Ata thonë se mungesa e rrugës ka sjellë largimin e banorëve vit pas viti, pavarësisht potencialit që ka zona për blegtori dhe bujqësi. Sipas tyre, vetëm ndërtimi një rruge funksionale mund të krijojë mundësi për rikthimin e jetës në këtë fshat të njohur, që dikur numëronte qindra banor dhe ishte një nga qendrat më aktive të zonës.